Në ditën e Fitër Bajramit, familja Vorfi nga Gjakova përjetoi një moment të veçantë, pasi u bë më banesë të re, duke nisur kështu një jetë më të mirë pas shumë vështirësish. Dorëzimi i çelësave u bë me një atmosferë emocionale, me praninë e kontribuesve dhe përfaqësuesve të ndryshëm, duke dëshmuar solidaritetin në këtë ditë feste. Iniciatori i projektit, drejtori i shkollës Zekria Rexha, Pleurat Rudi, uroi familjen për këtë moment të rëndësishëm. Ky është një fillim i ri për këtë familje. Një fillim i ri, për vetëm në arsye se ne e dimë gjithë në çfarë kushte jo të favorshme ka jetu familja Blerimit bashkë me Blerimin. Dhe njëkohësisht kjo ka bëu që çdo gjë të realizohet për një kohë shumë shkurt, po iniciativa ka qenë ajo e cila është dashur të mirret shumë më moti, për shkak të disa angazhime dhe disa nevojave të tjera që kemi pas, nuk ka arritur të realizohet me kohë. Por tash falë edhe bashkëpunimi që kemi pas edhe me shoqatën Bereqeti, me Hoxhën Avdraman Bejtullahu, po edhe me prindit e shkollës Zekria Rexha, me miq, po njëkohësisht edhe me komunën e Gjakovës, kemi arrit që në kohë rekord ta realizojmë këtë iniciativë humanitare për blerjen e banesës së Blerim Vorfit bashkë me familjen e tij. Kryetari i shoqatës Bereqeti Dega Gjakov, Abdurrahman Bejtullahu, falenderoi të gjithë donatorët. Sot kemi dy festa por Fitër Bajramit, që përmes të ndëgjoj të ju uroj dhe të njëjtën kohë gëzimin që kemi festën veti, dorëzimin e çelësave të familjes Blerim Vorfit, 7 anëtarësh. Është banesa e tretë në vitin 2026, shoqata Bereqeti të dorëzon çelësat, fal banesave donatorëve që kemi nga vendi dhe nga diaspora. Do të falenderoj drejtorin e shkollës, me stafin që ka me prindit më nxënës, që na kanë bërë një krah të mirë. Vizesa nga Gjakova, çdo banesë që jeton jashtë dhe brenda Kosovës, që për një kohë rekord 20 ditë, është arrit shumë ma 40 mijëra. Në këtë ngjarje mori pjesë edhe kryetari i Bashkësisë Islame të Kosovës në Gjakov, Valon Myrta. Gjithë kjo është vetëm një dhuratë modeste, i lutem ta pranoni me zemërgjërsi, por ajo dëshira ime gjithmonë është që ta gëzoni me shëndet. Mes emocionesh, Blerim Vorfi falenderoi të gjithë për ndihmën. Faleminderit popullit. Faleminderit mas po iniciativën drejtori edhe Hoxhës Abdurrahman për gjithë çka kanë bërë për mua. Inshallah i madhe i Zoti ju shpërblen më të mirë. O kënaqësi shumë e madhe. Ky gest në ditë feste sjell shpresë dhe një fillim të ri për familjen Vorfi.